Dhe unë më pas u largova, pra vetëm vitin e parë dhe vitin e dytë kam bërë në gjimnazin Qemal Stafa, vitin e tretë, vitin e katërt kam bërë në një kolegj në Kanadan Perëndimore, në një kolegj ndërkombëtar. Në atë kohë ne bënim një konkurs për një bursë që ishte shumë e rrallë, 5 gjimnazistë nga Shqipëria fitonin një bursë për kolegjet e Botës Bashkuar. Ju fituat? Dhe po, fitova atë bursë dhe në gjimnazin Qemal Stafa ajo u konsiderua si një gjë e madhe sepse unë isha një nga nxënësit e Tiranës. Dhe pastaj ju vazhduat studimet në pas Kanadas, pas kolegjit në Massachusetts, Shtetet Bashkuara të Amerikës, për politikë dhe ekonomi. Ju keni qenë në shtetin e universiteteve më të mira që ka Amerika dhe gjithë bota. Një fat i madh. Dhe për çfarë studiuat? Unë kam studiuar për politikë dhe ekonomi, double major kam. Përfunduar në 2 deg me titull nderi për të dyja, po. Si ishte jeta juaj studentore dhe po edhe pjesa e gjimnazit, sepse ju gjysmën e gjimnazit dhe ke qenë 16 vjeç që ti kish nga familja, nga Shqipëria, dhe ku, në Kanada, jo këtu në Itali, këtu afër, këtu përballë Durrësit. Por si ka qenë jeta juaj në këto dhe mësime, sepse gjithçka atje ka qenë e lidhur vetëm me mësimet. Landi të fitoje një bursë në 1999 për të studiuar në një kolegj ndërkombëtar në Kanada, ku president deri ishte Nelson Mandela, ishte si të fitoje llotarinë më të madhe të jetës. Të gjithë në atë kohë donin të iknin, donin të studionin, ishte një fat i madh, po sigurisht edhe me një lloj përpjekje të madhe, sepse do kaloje në këto konkurse. Ne bëm një konkurs me shkrim, pastaj intervistë me drejtorin e shkollës në Wales, britaniku që erdhi këtu për të na intervistuar. Pra nuk është se kishte nepotizëm në këtë mes, apo unë kisha ndonjë lidhje të madhe politike apo miq që mund të më siguronin këtë lloj burse. Çfarë pozite kishin prindërit këtu? Pritët e mi ishin punonjës të dy në postën e Shqipërisë, nuk ishin asnjë pozitë të lartë. Aktivitet, po them. Jo, asnjë aktivitet. Dhe ti fitove vetë këtë. Si e fitove? E fitova me konkurs. Ja, ashtu, hyra në konkurs dhe pastaj pas 100, ne ishim 120 besoj gjimnazistë në gjithë Shqipërinë që kishim, duhet i kishe të gjitha 10 semestër të parë, semestër të dytë, që të mund të hyje në atë lloj konkursi, dhe pastaj pasi klasifikoheshe, pra ata le të themi 10 që dilnin të parët, duhet të hynin në një intervistë me drejtorin e shkollës. Pse u ktheve në Shqipëri? Sa qëndruat mbasi u diplomuat? Unë kam jetuar 7 vjet në Kanada dhe në Amerikë. Domethënë 2 edhe 4. 4 edhe 1 vit kam punuar në New York, po. Ke punuar në New York? Çfarë punë ke punuar në New York? Kam punuar në një studio ligjore të interesit publik në Manhattan. Studio me shqiptar apo me amerikan? Jo. Të dy në fakt nuk ishin amerikan, po. Hebrejnë, po amerikan. Ishin burrë e grua, të dy, edhe ishin 2 partnerët e firmës. Po për kuriozitet anglisht, ku mësove këtu ti? Ja dedikoj dikujt? Unë, po, ja dedikoj babit tim në fakt që më ka çuar në kurs anglishte që në klasë 4 atë 5. Me kë profesor ke? Me Zysh Nerimanin, e cila ishte një njerëz bashku me 2 motrat e saj. Ishin internuar në Savër të Lushnjës 31 vjet. Wow! Po, dhe 31 vjet të internuara në Savër të Lushnjës, i kujtoj me shumë respekt. Vllai i tyre u arratis nga Shqipëria për në Amerikë, ato ishin me mbiemrin Hoxha nga Gjirokastra. Mos më thoj që kishin në një gjë me Hoxha. Patjetër duhet të jenë familje madhe, Kokalari, Hoxha, nuk e di, me këtë mbiemër, po të treja ishin të pamartuara sepse të internuara në moshë shumë të re, zysh anglishte, zysh rusiste, profesore tenisi, 31 vjet kanë jetuar në Savër të Lushnjës. Dhe kur dolën nga internimi në Tiranë, u kthyen në shtëpinë e tyre pas radio televizionit shqiptar, në një nga ato vilat aty, dhe unë i kujtoj me shumë nostalgji kursin e anglishtes që bëja te Zysh Nerimani. Me vite, baba im ka çuar, besoj që në klasë të 4. Ke filluar që në klasë 4? Po. Sa i besonte shumë që duhet t'i jepesha studimit E takon Zyshën e anglishtes? E ke takuar, ke pas rast? Jo, nuk e kam takuar këto kohë, nuk e kam takuar, por e përshëndes tani. Ja, ky është një rast për ta përshëndetur. Për ta përshëndetur edhe do gjej mënyrën për të vënë kontakt me to, se nuk janë më aty ku kanë pas jetuar. Familja juaj
ju e keni atë privatësim, po unë do të bëj pyetje të tillë që sa i mbështet në këtë detyrën e re, se unë e di që ju keni pasur një suport në karrierën tuaj politike, po detyra e kryetares parlamentit është shumë që hap televizorin, shikoj listën atje. Dhe babai, nëna, bashorti, po edhe fëmijët, si përcjellin kur ka situata jo shumë të këndshme. Se them në njëherë fikim ne televizorin. Atë do bëhet tym. Janë mësuar, po i me më problemin më të madh që kishte. Mamaja, si quhet mamaja? Mimoza, kurse ta gëzoj dhe përshëndesim. Imat Aleksandër. Aleksandër, po. Ai nuk i ka shumë problem për ballë politike, se i duket si sfidë që unë duhet ta fitoj. Po i me më kishte shumë problem, sidomos debatin me Sali Berishën. Po, ato debatet që bënim ne 2 vjet rresh në kuvend, po pse duhet të ngrihesh vetëm ti dhe ti përgjigjesh, ishte problemi i saj. Problemi i saj ishte mos u veço. Domethënë, pse duhet të jesh ti që i kthem përgjigje një njeriu që nuk e ka gjuhën të lëmuar, për të thënë minimumin e mundshëm. Dhe ti i the mama ti ke shumë drejt, besoj. Mi thash mamas, ti në shtëpi me televizorin, unë me punët që më takojnë të bëj. Kam një pyetje të tillë, për nga kozjatja zonjës Sperpali, renditja e kryeministrave në historinë e shtetit shqiptar 113 vjet, do nuk është pak, po nuk është edhe shumë. Mehmet Çelli 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 12 vjet dhe sipas jush do bëjnë 16, ju e thatë, se thash unë. Enver Hoxha 9 vjet e 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet e 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet e tjerë. Si e komentoni ju këto shifra? Por në demokraci, sa herë zgjidhesh, duhet të mbarësh përgjegjësinë e qeverisjes. Nuk bëjmë asgjë më shumë se vendet të tjera demokratike, mund t'i përmend, Gjermania ka patur raste ku kanë patur 4 mandate rresht, vendet të tjera, Britania, e me radhë. Ne do respektojmë vullnetin e zgjedhësve tanë dhe do bëjmë detyrën. Për ne, pushteti nuk është qëllim në vetvete, është mjet për të mbritur qëllime të tjera, për të bërë punë të mira, për ta modernizuar Shqipërinë, për të siguruar zhvillimin ekonomik, për të siguruar stabilitetin dhe integrimin e Shqipërisë më në fund në familjen tonë natyrale. Në atë ëndër që shqiptarët kanë prej dekadash për afrimin me këtë familje nga ku jemi larguar përdhunshëm, për shkak të trashëgimisë otomane, për shkak të trashëgimisë komuniste, regjimit komunist. Sot ka ardhur koha edhe tranzicionit shumë të vështirë. Sot ka ardhur koha që ne këtë premtim ta bëjmë realitet. Ky është misioni ynë historik dhe këtë do bëjmë. Unë nuk mund të rria pa bërë dhe një pyetje që ishte normale, jemi në fund të intervistës zonjë, që bashkëpunëtori, një nga miqtë tuaj, bashkëpunëtori mi vjetër, po edhe një bashkëpunëtor politik, si Erion Veliaj, është i arrestuar. Ju e keni dhënë këto ditë për të vërtetë, se unë kam ndjekur gjitha intervistat tuaja dhe keni dhënë, po si mund merre intervistë Lisa Sperpali dhe nuk do t'i thosha, po mirë, përsërit edhe njëra të që e thanë, se unë nuk e di se çfarë mund të thosh në një gjë të veçantë. Po brenda kësaj vetëm këtë do të thosha, a e dëmton mungesa e tij fushatën? E ka dëmtuar? Këtë e kam të pamundur që ta mas nga pikpamja sasiore, po nga pikpamja e cilësisë së marrëdhënies që i patur me Erionin, nuk kam asnjë hezitim ta them në asnjë studio, as këtu, që Erioni ka një kontribut të spikatur në Partinë Socialiste dhe ka një kontribut shumë të madh për transformimin e Tiranës. Dhe pavarësisht se ne kemi një marrëdhënie shumë të qartë me pushtetin e drejtësisë, pra nuk komentojmë vendime, Erioni është i pafajshëm derisa të provohet fajësia dhe duhet prezumohet i pafajshëm, duhet të ndalet linçimi publik ndaj tij dhe ndaj gjithë njerëzve të tjerë, politikanë ose jo, të cilët përballen me drejtësinë. Kjo është një mënyrë jo normale e të bërit politik dhe diskutimi publik. Ata njerëz kanë të drejta kushtetuese, kanë drejta njerëzore, kanë familje dhe drejtësia duhet bëj punën e saj patjetër pa zhurmë. Media ka vendin e saj për të bërë analiza të përgjithshme, por linçimet janë të papranueshme. Pra, drejtësia pa diskutim ka pavarësinë të bëj punën dhe këtë ja kemi mundësuar përmes reformës të drejtësi, tek e cila ne besojmë shumë, ashtu si edhe elementet e tjerë të procesit të rregullt, të prezumimit të pafajësisë, të drejtave kushtetuese dhe njerëzore, të gjitha ato duhen respektuar. Ky ka qenë qëndrimi im, ky do jetë gjithmonë qëndrimi im. Zoj, 30 sekonda ose 1 minutë,
unë ju them gjithë kandidatëve që mund të bëni një mesazh votuesve tuaj, zgjedhësve tuaj për datën 11 maj te kamera këtu. I kam dëgjuar mesazhet, kanë qenë mesazhe edhe personale, për shkak se keni patur shumë kandidatë që janë në listë të hapur këtu. Mesazhi im është votoni më të mirën dhe votoni më të mirët dhe votoni më të mirën, që është sot Partia Socialiste, Edi Rama, kryeministri që i ka garantuar këtij vendi jo vetëm stabilitetin, jo vetëm rritjen ekonomike, jo vetëm rritjen e mirëqenies, por po i garanton edhe integrimin europian, që është guri i fundit për të mundësuar që kjo shtëpia jon e përbashkët të mos ketë më asnjë rrëshqitje, të mos ketë më asnjë kthim pas, por të jetë e sigurt dhe me dinjitet barabartë në familjen ku ne përkasim. Jemi në fund, sa intervista keni dhënë në këtë fushat? Po, intervista personale, përballë 2 vetëm, kjo është e dyta. Në studio kam qenë edhe në 2 të tjera në debat me gazetar. Po. Besoj duhet keni, deri sot është e mërkur, duhet keni? Jo, besoj e mbyll me ju. Me vërtet? Si ishte intervista? Si që mendoja dhe si duhet. Qëndro këtu. Zonjë, unë të falenderoj për intervistën dhe të uroj suksese në 11 maj dhe suksese dhe në detyrën e kryetares së kuvendit, se çfarëdo ndodh, mandati i këtij kuvendi vazhdon deri mos gaboj deri në fillim shtator. Në sa shtator kur bëhet është fillimi i shtatorit, duhet ta ditë para 4-5 në këto apo paracaktohet ajo? Nuk e kemi paracaktuar. Okej. Zonjë, falenderit edhe njërë për mundësin për intervistin që dhatë në emision. Edhe unë të uroj shumë suksese për emisionin që pavarësisht kushteve modeste, mund të quaj në krahasim me ekrane shumë të mëdha, keni mbritur që të ngrini një emër edhe një reputacion dhe të keni shumë shikueshmëri për shkak të këtij besimi. Kështu që këtu përgëzoj edhe Rudinën, edhe Tanin, edhe ju personalisht. Falenderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.